Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka qenë sot i ftuar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për të marrë pjesë në një takim së bashku me të gjithë ambasadorët e vendeve të BE-s. Takimi është zhvilluar në ambientet e selisë së Bashkimit Evropian në Tiranë. Ambasadorët kanë qenë të interesuar për të njohur me pikpamje dhe qëndrimet e opozitës lidhur me zgjedhjet e 23 qershorit, ekonominë dhe të ardhmen e Shqipërisë. Takimi ka zgjatur 2 orë. Në një prononcim për mediat pas takimit, kryesocialisti Rama është shprehur. Ishte një ftesë e gjithë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian për t'u informuar mbi pikpamjet tona, shqetësimet tona dhe sigurisht edhe pritshmëritë tona lidhur me zgjedhjet, lidhur me ekonominë dhe lidhur me të ardhmen e Shqipërisë si një forcë që për ne duhet të jetë zëdhënëse e europianizimit të rajonit dhe sigurisht edhe e një aspirate europiane që në asnjë mënyrë nuk duhet të cënohet prej retorikave të një nacionalizmi tërësisht primitiv, cili i ka ikur koha me kohë e me vakt. Çfarë shqetësimesh prezantuar? Ishte një bashkëbisedim që zgjati rreth 2 orë, mos zgjaste edhe më shumë. Bashkëbisedim shumë i hapur, shumë i drejtë për drejtë dhe pikërisht se ishte i tillë, më lejoni që të mos bëj më shumë komente, por të nënvizoj për gjithë ata që në Shqipëri janë të interesuar që vota e tyre të mos cënohet dhe çdo vot numërohet ndeshmërisht, se jemi në një proces ku mund të themi me plot gojën që çdo shqiptar që do Shqipërinë Evropiane përmes zgjedhjeve të lira nuk është vetëm, po ka shumë miq rreth rrotull, miq të mëdhenj që nuk do ta lënë Shqipërinë vetëm këtë herë. Faleminderit.